ndje edhe një farë ndjenje, si s'mua mi spjegu se pse këta njerëz nuk kanë meritu jetën. Kështu që kanë qenë shumë të ri. Qysh mjetut pastaj gjatë atyre ditëve dhe derisa erdhi pra momenti për mu transferu nga ky burg në burgje tjera? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Me thonë drejtën, shpesh ja bëj edhe vete që si kem mujt, asi vetëm është një diçka dhe te ai agnostiki më i madh që nuk e beson, thjesht është një mrekulli e Perëndisë. Është çajo se do thotë thjesht i ekspozum nga çdo anë, thjesht nga tytat, nga sepër. Shembull konkret. Shkoj me marr do sheqer në kuzhinë për me qenë ambulant, tijet për me bo shërbet, për me rritë nivelin e energjisë të plagosit, munda mi përmend edhe me tjetër. E di që një djalë ka qenë nga Gjakova, edhe snajperisti para me e ka ekzekutu dhe kanë qenë da drut paluma aty, ka ra mi drum, kur e kom pa të rrjedh gjaki, fatmirësisht e kon 1 metër dera dhe jam fut edhe kom kry punë, jam kthy tjetër. Dhe me thonë, çdo sekond ti e kon i ekspozum. Shembull, si tregova pak më herët vendin aty, thjesht një ekspedit në Dëshkuqe, 4-5, janë fut edhe me zolla. Edhe e merr pozicion në gjuhë, shoh njerën e gjallë se kom bërë, që ke pas ka punë me mu. Edhe e lancon fati, ajo një kant anësor i shkallëve të kuzhinat. E godet ato, aktivizohet edhe unë isha pak më larg edhe u strehova një farë kanali që ishte me ujë mesi. Kështu që ka qenë vërtet është një pyetje që ja bëj edhe vetet edhe ka herë mbes edhe pa përgjigje, me thënë drejtën. Vetëm ata që e kanë përjetu e din, edhe ka qenë edhe një prej mrekullive, me thënë drejtën, që diku të ekspozum intensivisht 4 ditë, edhe 4 net. Thjesht do thotë shtenën çdo onë, edhe një farë gjuetije, që e lën, si thojnë, e lën në karikat e fundit këtë safarin e Sarajevës, një farë forme, thjesht nuk munda mi spjegu vetëm edhe si një prej mrekullive. E ndi vetën jashtëzakonisht. Bile në një intervistë për Al Jazeera, më kanë tratu edhe lot, edhe një farë forme ndje edhe një farë ndjenje, si s'mua mi spjegu se pse këta njerëz nuk kanë meritu jetën. Kështu që kanë qenë shumë të ri, njerëz që thjesht i kom njoft, njerëz që i kom da një farë forme kafshore me ta, edhe sot nuk jonë. Fatkeqësisht ka për tyne që ende nuk ju kanë gjetë edhe trupat. Një për tyne mund në përmend Muj Tafilej. Ende nuk e ka gjetë varrin e Meremetum që ka në fshat Shtaric, komuna Klinc. Kështu që është e dhimbshme. Unë këtë ndjen, besoj si çdo njoni bashkëvujtësi e ka, edhe e prezenton. Është shumë e vështirë, është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Ndonë se që kjo ndjenja një farë forme, pse ata kanë asir në jemi gjallë, në psikologji shpjegohet si ndjenje fajësie, po realisht, po jemi fajtorë, edhe na. Pse jemi fajtorë? Se është dashur nashta ditë e natë me kontribue për me qitë në dritë, edhe me pru njerëzit përgjegjës që kanë bërë që tonë thjesht me qitë para përgjegjësisë. Keni kontribuju, sa keni mujt tregove edhe vetë që prej 2000, prej palirimit burgut, do më thonë, keni kontribuju që është me dëshmu e me rëfime të ke vunit ta sa keni pas mundësi tash. Unë për tash duhet me qitë modestin mas prapa krave. Prej momenti kur jam liru, do të thotë, për vjetori parë, ka qenë, unë jam liru me 27 prill 2000-s,
projektori këparë ka qenë të thot me 22 maj 99-ës, jo, në fakt 2000-ës, edhe këtu kom marrë 120 qira në atë kohë, i kom ndezë, etjera. Prej asaj dite, në ditë sotit nuk jam nalë, me, të thot, mundësit e mija shumë modeste, etjera, ku mu ka jap mundësia për me ngrit zonin, etjera.